Sa I përket të takimeve, unë kom pas takime edhe me zotin Abdigjiku, edhe me zotin Haradinaj, ju më taku edhe me zotin Kurti në rrethona edhe për temat të caktura, dhe atëherë për mu ka qenë kogja e qartë që do t'jetë e vështirë, jo pamundur, po e vështirë që t'ket adresim të kësaj situate pa shku dhe herë vendin zgjedhje. Sepse partia fituese nuk I ka bo, partia e parë, nuk I ka bo veprimet e nevojshme, marrëveshjet e nevojshme politike, që vendit me I dho institucione dhe mos me prodhu vakum institucional që forë është prodhu, edhe mos me pas prolongim të shtyrjes së krijimit të institucioneve. Nuk ka garë ma demokratike se kjo sot. Gara ka qenë e hapur, statuti, rregulloret janë këto që janë fuqi dhe janë të aprovuara nga ne dhe do t'i respektojmë gjithë. Dhe gara ka qenë e hapur, koha ka qenë e njëjtë, si për mu, si për gjithë ata tjerë që kanë dashur, kanë pas gatishmëri për me hyrë në garë. Une e kam mik zotin Hoxha, që 22 vjet jemi bashkë në Partinë Demokratike, sigurisht se është një personalitet I cili ka shumë kontribute dhe pres edhe me bindje thamë që bashkë do të bëjmë më të mirën brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Tek e fundit, demokracia dhe bukra demokracisë është kjo se ka mendime ndryshe. Konventa është organizu në mënyrën më të mirë të mundshme, ju ishit vetë këtu. Gara ka qenë e hapur dhe kur unë ku mujt me garue, me në kësoj periudhe ka mujt me garu çdo tjetër kandidat I cili kish me plotsu onën formale dhe kish me shpreh dëshire. Dhe normalisht që njerëzit kanë preferenca. Edhe kanë drejt me shpreh preferencat të tyre. Edhe une kam preferenca për momente të caktune për një kandidat apo një kandidate tjetër, për një pozitë apo një pozitë tjetër. Mirë po këtu nuk ka votue një delegat. Këtu kanë votue ma shumë se 400 delegat dhe